Sot është zhvilluar një tjetër aksion për pastrimin e deponive ilegale brenda komunës së Gjakovës. Sot u punua për pastrimin e deponisë së mbeturinave pranë urës në fshatin Osekpash, një hapësirë që sipas autoriteteve komunale është pastruar disa herë, por vazhdon të ndotët nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave. Në terren ishin edhe drejtori i drejtorisë së shërbimeve publike në Gjakov, Jon Bytyqi, i cili për televizionin Syri theksoi se kjo zonë vazhdimisht po pastrohet, por kërkohet bashkëpunim më i madh nga qytetarët për ta mbajtur ambientin të pastër. Atëherë, Komuna e Gjakovës përkatësisht Drejtoria për Shërbime Publike ka marrë sot aksion për pastrimin e deponisë ilegale e cila është krijuar tash disa herë me radhë në fshatin Osekpash. Si udhëheqësi i këtij dikasteri kisha bërë thirrje për të gjithë qytetarët e Komunës së Gjakovës që ta ruajmë bashkë ambientin, të mos krijojmë kësi lloj deponish ilegale të cilat përveç që po kanë kosto për Komunën e Gjakovës, kostoja më e madhe është edhe dëmtimi i ambientit që po ja bëjmë me vetdije si qytetar. Në vend ngjarje ishte edhe drejtori i drejtorisë së inspektimeve, Ervin Shabani, i cili deklaroi se pastrimi i kësaj deponie po realizohet me mjete financiare që vijnë nga taksat e qytetarëve, duke e bërë edhe më të domosdoshëm ndërgjegjësimin publik për mbrojtjen e mjedisit. Qytetarët e përgjithshëm paguajnë taksa, dhe me ato taksa komuna detyrohet me pastru këtë deponi ilegale të mbeturinave e cila është kriju pej disa individëve të papërgjithshëm, cilët na jemi ka i ndjekim. Qytetarët gjatë tyne dytëve i kanë sinjalizu disa raste të numri që e kemi publiku në faqen e komunës, për çka e shfrytëzoj rastin me falenderu. Mes tjera, Shabani bëri të ditur se shumë shpejt në bashkëpunim me Policinë e Kosovës do të vendosen kamera mobile për identifikimin dhe ndëshkimin e personave që hedhin mbeturina në mënyrë të paligjshme. Gjatë ditëve në vijim kemi me vendosur edhe kamera mobile në për deponi ilegale që me nxon ta qytetarë që janë duke gjujt mbeturina në mënyrë të paligjshme edhe me xhubit. Edhe një herë për shfrytëzoj rastin më u thonë edhe para mediumit ju se jemi ka ju shohim. Jemi në nënveshgim t'juve, kena mi u gjobit edhe kena mi nol këtë dukuri jo të mirë për qytetin tonë, për lagjet tona, për fshatrat tona. Megjithatë, sfida mbetet që kjo hapësirë të mos kthehet sërish në vend grumbullim mbeturinash. Ndërgjegjësimi dhe kujdesi ndaj mjedisit konsiderohet thelbësore që investimet dhe puna bërë sot të kenë efekt afatgjat.